Drejtuesi politik i koalicionit Euro-Atlantik Lulzim Basha, i shoqëruar nga kandidatët për deputet Gazmend Koduzi dhe Gert Haxhiu, zhvilloi një takim me fermerët të Baldushkut në Tiranë. Basha akuzoi qeverinë për braktisjen e bujqësisë dhe se shumica e fermerëve janë futur në borxhe dhe kanë braktisur tokën. Sipas tij, kjo situatë është krijuar për shkak të vjedhjes së subvencioneve nga buxheti i shtetit, por edhe të fondeve të BE-s, nga Rama dhe shokët e tij të 7/7-313. 26 milionë euro të taksave të europianëve erdhen për të ndihmuar fermerin shqiptar. Veç që ti çojshin subvencionime për fermerët, u kapën duke i vjedhë dhe duke i bë vila luksoze e restorante nga mesi i Tiranës në Dhermi, për veten e tyre, për shokët e tyre. 7.2 miliardë euro taksave shqiptarëve i ka harxhu. Nuk gjeti 100 milionë euro për fermerin shqiptar. Pra gjëja e parë që duhet ta ndaj me njëri tjetrin është që vota për numrin 5 ose qëndrimin në shtëpi është votë ose qëndrim për të vazhduar hajdutëria. 7.2 miliardë harxhime që këta s'dit me tregu se çai kanë bë, mjaftojnë, teprojnë për të arritur objektivat tona, që është pensioni minimal 250.000 lekë muaj dhe pensioni nën 300.000 lekë me ndihmë për faturën e energjisë dhe ilaçet e rimbursueshme. Po ne e dim ku i kanë çu lekët, atje ku i kanë shokët. Ke 77-313. Është dhe ky tjetri që bërtet do luftoj korrupsionin. Me ç'i do luftoj korrupsionin kë? Me Ilir Metrën apo me Vis Roshin? Apo me prokurorët e gjyqtarët që i ka hiq vettingu për korrupsion? Basha theksoi se vetëm duke mbështetur SPAK-un do të rikthehen parat tek fermerët. Sipas tij, koalicioni Euro-Atlantik dhe numri 4 është realisht në mbështetje të drejtësisë dhe për dhënien fund të pandëshkueshmërisë.